nga 150.000 ndjeksa, ai deri tani numëron rreth 350.000 sosh, që i bie për 2 ditë janë shtuar më shumë se 160.000. Një rekord i ri ky në të gjitha sezonet e Bigut Kosovë-Shqipëri. Madje ka zëra që aludojnë se ai po krahasohet me fituesin e sezonit së dytë, Luiz Eile. 24 vjeçari mori një vend të rëndësishëm në zemrat e shqiptarëve, teksa nuk po i kursejnë as postime të shumta në rrjet. Ai ka trazuar ujra duke prishur raportet e disa konkurrentëve tjerë mes vete. I pari që u vërsul ishte Xhibani, besuar nga Rozana, e pastaj me Laertin i pati disa debata. Okej, natën e mirë. Hajde, sjell vllovi madh, po je kapiten për një. Ciao. Shikoni këto sekuenca dhe ndiqni momentin kur gjesti provokon edhe banorin e ri, që u fut po atë natë. Zime, mos pret me dorë, Egli Tako ishte vetmja banore që gjestit ja dha mundësin që të shprehet e të bëj sa të pak muhabet me të. Do që dhe ti. Po. Po ti po më talë mu. Nuk munguan as provokimet që ai i ha bëri Rozanës. Dredhe ma shumë unë ta sili. Po dredhe zamra, aje të dosh me dredhe? E po ta dëgjoni këtë bisedë që ai dhe Gramosi kanë bërë, do ta kuptoni se gjesti nuk ishte as pak arrogant, e madje nga zemra plas Trofeus është shumë i mërzitur. Jam shumë i mërzitur. Me të ndodhë ty qysa që më ka ndodhë mu, bro. Bro, besëm, bro, s'kishe pos. Thop me bo. Kom rëzë. Nga gjithë kjo mesele, Xhibani si kapiten i javës, pasi tregoi gjoja pushtet, i rapi shman dhe pohoi se gjesti nuk është arrogant, madje i qoi edhe jarganin për të mbuluar natën. Bravo, aja banor, Nikjo dhe dyta, jo, që është më në nëmë. Dhe përsa i përket shtëpisë Big Brotherit, ai nuk është fare mysafirësata, nuk e ka fut as Boni, as Livia, as njëri, e ka fut vllai i madh. I barabart. Edhe vllai i madh është i plot fuqishëm i këtu mrena. Bëhet fjalë për këtë sekuencë shumë të këndshme. Bravo, Gji. Halalo, Gji, se është i loja loj, po gjumi gjumë. Loja loj, po gjumi s'ka Livia. Po njësoj nuk mund të themi edhe për këto momenta. Të ndjekin ty. A ke zgjut? Jo me mua, thash. Po a ke zgjut? Unë zgjut ke. Ti e vën të pavat e dera aty? Jo me mua. Po shumë e vërtet. Ej. A më thët del jashtë? Jo me mua. Po qa po shtrëngosh të? Ku të bëjsh shpënë s'marrë vjashesh, vi që shtrëngosh. Kjo thënë më shkurt i bie që në pak shumë orë që ndrem aty gjesti u shëndrua në krye fjalë dhe çdo gjë po sillet rreth tij. Vaj. Vlen të përmendet që mbështetjet e madhe banori mori edhe nga personazhet publike. Strese, Angel, Dax, Beatrix Ramosaj, Efe, Rezarte, Fifi, motrat Ana dhe Arta Kabashe, Getinjo, Sabian, Azem Gagica e disa të tjerë. Atmosfera rriti në kulminacion e po ashtu të gjithë syt ishin tek qielli kur pan dronët që vinin, po sigurisht që ishin për gjestin. Se çka do të ndodhë më tutje me të mbetet të kuptohet të shtunë në spektaklin e radhës.